lindi kjo ideja e kësaj ekspozite? Atëherë, ideja e kësaj ekspozite lindi para 2 vitesh për të hulumtuar qenien njerëzore në disa këndvështrime, që do të thotë në atë antropologjik, politik, social, kulturor dhe padyshim filozofik. Ekspozita në vetvete lind pikërisht nga ky instalacion i vogël nëpër masa, por shumë kuptim plot për sa i përket mesazhit që përçon. Është një test shazanie, ngjizja e jetës dhe kërkiza, pra lindja fizike ë një fakt konkret. Më pas sigurisht e gjithë ekspozita vijon me teknika të ndryshme për të përçuar më së miri atë idenë zanafillore timen për të hulumtuar qenien njerëzore, jo vetëm thjesht nga pjesa e tij në brendësi të qenies, në nënvedijen e tij, por mbi të gjitha për ta parë atë edhe në këndvështrim më të gjerë si pjesë e një shoqërie, të një realiteti të së tashmes në cilën e jetojmë. Ke vendosur diçka këtu në mur? Çfarë është ajo? Po, çfarë nuk kupton? Këtu jemi përballë një instalacioni të madh nëpër masa, është 15 metra i gjatë, është në fakt lëkura, e cila ka të bëjë me topografinë qelizore, ku në këtë rast e marr lëkurën si një përmas të një harte të një jete të jetuar, të rrugtimit të një qenies njerëzore nga fillimi deri në vdekje. Është një vepër tepër e ndjerë për mua, sepse rrëfen një histori sa vetjake për karcinomen e gjirit të nënësime, aq dhe universale për të gjitha gratë dhe vajzat të cilët gjenden në këtë situatë dramatike, do të thoja, për sa i përket shëndetit dhe jo vetëm shëndetit, por dhe aspektit psikologjik. Pra imazhi nuk është një imazh rastësor. Imazhi asgjë në këtë ekspozitë nuk është një imazh rastësor, përkundrazi, është një vetportret, do të thoja, ku herë janë pjesë në mënyrë të drejtë për drejtë dhe herë si një individ pjesë të një shoqërie. Kështu që padyshim në këtë kontekst e gjithë ekspozita është një vetportret që rrëfen disa ndjesi, që përçon disa mesazhe dhe sigurisht për të krijuar disa komunikime me publikun që gjendet përballë këtyre veprave. Olsen, të kalojmë tek vepra tjetër, por përpara se të bësh shpjegimin e kësaj vepre, do të dija pak për sa i përket pjesës së lakurisisë. Çfarë tre më shumë në art, lakurisia artistike apo le të themi ajo çfarë zbulohet? Lakurisia në fakt është nuk më tremb asgjë, sepse për ta parë qenien njerëzore të vërtet, pa mbi ngarkesa, pa tepri, pa si thuash, pa mbi vendosje të idealizmave, sigurisht qenien njerëzore në këtë prizëm është e zhveshur për ta zbuluar, për ta hulumtuar dhe një ndër veprat që do të thoja është dhe përçon më së miri këtë ide është pikërisht ky instalacion që është një qefin, është gjurma njerëzore e cila përçon më së miri idenë e të jetuarit të ekzistencës së vetë njeriut në analogji sigurisht me sindonin e Jezu Krishtit, por në rastin konkret në bashkëkohësinë tonë është një interpretim i kësaj gjurme, i kësaj përmase që bën lidhje midis toksores dhe hynores. Dhe në këtë prizëm padyshim që lakurisia nuk është gjë tjetër, por e vërteta e vetë prezencës së qenies njerëzore në një realitet fizik dhe të prekshëm dhe të përshtatshëm për të gjithë. Olsen, kemi një instalacion fustane, shpakun kështu e kuptoj unë nga larg, por çfarë don të nxjerrësh me këtë instalacion? Ku është thelbi? Në fakt nuk janë fustane, janë 100 këmisha gjuminate, të cilat përbëjnë thelbin e metaforës së përmbajtjes, që është dhe titulli i këtij instalacioni monumental. Dhe këtu është përmasa pikërisht sociale të një fenomeni jo vetëm shqiptar, por kudo gjet edhe në kultura të tjera përtej Shqipërisë, është dhuna krashigrave. 100 këmisha gjuminate të cilat dalin nga një sunduk, që është simbolik e intimitetit, si thuash, femëror, por mbi të gjitha të atyre sekreteve që gjenden brenda mureve të shtëpisë. Zgjedhja e këtyre këmishave ngjyrë pastel, transparente, të lehta, të brishta, për të rrëfyer pikërisht atë trupin e munguar. Ato trup që nuk ekziston më, por që mbetet gjurmë nëpërmjet këtyre 100 këmishave, si një formë, si një metaforë, por dhe për më tepër si një semiotik për të shndruar mendimin të paprekshëm, të padukshëm brenda meje si artist, në atë çfarë është e prekshme tashmë nëpërmjet veprës së artit. Dhe pastaj kalojmë tek shtëpia, e cila në fakt nga jashtë duket një shtëpi e thjeshtë e zezë, por është një trinom, në fakt midis këtyre 3 instalacioneve, që do të thotë është metafora e përmbajtjes,
është incesti, është dhe dasma që nuk u realizua kurrë. Përse këto tre vepra që ndrojnë bashkë, sepse ajo që do duhet të ishte pikërisht thelbi i të gjithë asaj që ne mendojmë se është mbrojtja absolute brenda mureve, prej llaçi, prej tulle, prej betoni, në fakt është një shtëpiz kartoni e brisht ku shndrohet nga ajo mbrojtje në një dramë të madhe psikologjike për kë dhe kush e ka përjetuar themi në person të parë. Dhe këtu mbi të gjitha, në këtë instalacion të një fustani në sërie, të mbetur kështu pezull, të prerë cung, të një busti të zbrazët, nuk është gjë tjetër, por ajo zgjedhja e gabuar e bërë nga prindrit për të diktuar pikërisht atë të ardhmen e një çifti të ri, të sapo njohur apo të sapo formsuar. Kështu që në këtë prizëm ekspozita udhton në disa këndvështrime, në disa përmasa, dhe pasi bëhemi pjesë të këtij instalacionit të madh ku publiku ftohet të jetë brenda saj, të jetë pjesë instalacionit, shkohet në një tjetër përmasë që në fakt ka të bëjë ose më mirë është vjushmëria e instalacionit për cilën folëm pak më sipër, që është pikërisht topografia qelizore, mbërrim tek një tjetër instalacion i vogël që është pika kulmore e karcinomës së gjirit dhe është një element i jetuar, një element real, por që shndrohet në këtë rast në një vepër artistike, duke i dhënë zë dhe imazh pikërisht këtyre ndjesive të brendshme. Pas këtij rrugtimi, themi në këto shtigjet e të menduarit dhe profileve apo pse jo edhe fenomeneve sociale, mbërrim tek një tjetër vepër që është një video art, është apokatastasi, në fakt është burimi, origjina e jetës. Ne të gjithë kemi bërë pyetje kur kemi qenë vegjël prindërve tanë se nga ku vjen dhe nga ku lind jeta, por sigurisht nuk kemi marrë asnjëherë të përgjigjen e vërtet të burimit jetësor. Dhe në rastin moment kam dashur të interpretoj atë çfarë vërtet dhënat, mitet thojnë për lindjen e jetës, që është ajo që ne lindim nga balta. Hyu i dha formë dhe vëllim dhe më pas që njerëzore frymoi. Kështu që kjo video nuk është gjë tjetër, por ristartimi, rifillimi në zanafill i vetë jetës njerëzore. Shkojmë më tutje tek një video tjetër, që është në fakt një video e cila prek përsëri për masën sociale, por dhe psikike të qenies njerëzore, nëse në veprat e tjera ne kemi parë praninë e figurës njerëzore, ku diku del një këmbë, diku një sy, diku një përmbajtje themi intime e trupit njerëzor. Në rastin konkret kemi një skenë të zbrazët nga qenia njerëzore, e cila është një kalidje mbi një skenë teatrore, ku shpërfaq pikërisht atë idenë dhe vendimin e morfologjisë së vetmisë. E parë nga kundërshtimet të ndryshme, vetmia fizike, psikologjike, shpirtërore, për të evidentuar pikërisht ato dramë të madhe të shoqërisë shqiptare pas viteve 90 të këtyre ndryshimeve në kapërcyll të sistemeve politike, ku tashmë asnjë familje apo asnjë prind themi nuk e ka përjetuar apo nuk është në procesin e kësaj përmase ndijore që ndodhet apo që përjetohet vetmia në një këndvështrim. A janë vetëm shqiptarët? Jo, sigurisht kjo tashmë është konsideruar si një sëmundje e shekullit, pra vetmia është një diçka që shkon përtej, por e frymzuar nga realiteti shqiptar për t'i dhënë asaj një mesazh universal. Dhe duke ecur për mbyllur këtë shteg të vendimit, është vepra instalative, pra piktura mbi kanavac, e cila mbart të njëjtin titull si kundër dhe vetë ekspozitës, që është Lakuriq. Këtu janë dy trupa njerëzor, të një mashkull dhe të një femre, të shkompozuar dhe të rikompozuar nëpërmjet këtij instalacioni që në fakt nuk është gjë tjetër, por ajo përmbajtje filozofike se si themi gërshetohen dy qenie bashkë në një kontekst familjar, social, kulturor, politik, dhe ku mbi të gjitha, pavarësisht se kemi në qendër të këtij instalacioni burimin e jetës, por përsëri mbi të qëndron mashkulli, që është një lloj apërsie ku gjinia femrore nuk ka mundur ta anashkalojë apo ti dalë mbi të. Dhe me këtë instalacion përmbyllet dhe ekspozita Lakuriq. Olsen, për cilët është kjo ekspozitë? Kjo ekspozitë është për çdo që kërkon të shohë një vështrim ndryshe të ndjenjes njerëzore, e përsëris për të mos e parë atë me tepri dhe me idealizma të cilët kamuflojnë disa aspekte shoqëror dhe fenomenologji të stashmes bashkëkohore, por për më tepër hapësira e Galerisë Artit Bashkëkohore të Tiranës
e ka mundësuar këtë gjë për të krijuar një lidhje midis publikut gjerë, të gjitha grup moshave, padyshim, pasi në të gjitha veprat kushdo që gjendet përballë tyre, mendoj që gjen një copës jetë të jetuar dhe padyshim jo vetëm që pasurohet pasi del nga ky ekspozit, por mbi të gjitha pasuron dhe vetë artistin, në rastin konkret mua.